Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do të jemi së bashku çdo ditë në orën 07:30. Data sot shënon 22 dhjetor dhe ne kemi përgatitur për ju disa informacione me ngjarjet më të rëndësishme të ditës, të cilat ju ftoj që t'i ndiqni. 22 dhjetori është dita 356 e kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 9 ditë. Do të vim të flasim për ngjarjet më të rëndësishme të historisë. Më 22 dhjetor të vitit 1894 filloi një nga skandalet më të mëdha politike në Francë. Çështja Dreyfus. Një oficer hebre, Alfred Dreyfus, dënohet gabimisht për tradhti, por kjo nuk ishte thjesht një çështje gjyqësore, u bë një betejë për drejtësi dhe simbol kundër paragjykimeve. Kalojmë në vitin 1989, ku në Rumani shpërthejnë protestat masive. Një epokë diktature mbaroi dhe me të një popull mori frym lirie. Por historia na çon edhe në betejën e Bulge të luftës së dytë botërore. Në këtë ditë të vitit 1944, trupat amerikan filluan kundërsulmin ndaj gjermanëve, duke ndalur një avancim që mund të kishte ndryshuar rrjedhën e luftës. Në Britaninë e Madhe në vitin 1965 vendoset për herë të parë shpejtësia maksimale në autostrada. Dhe në vitin 1984 në New York ndodh një incident tronditës në metron e qytetit. Bernhard Goetz qëlloi mbi 4 të rinj, duke ndezur debate për vetmbrojtjen dhe krimin urban. Lindje 1639. Lindi Jean Racine, shkrimtar francez. 1903. Lindi Odise Pascali, skulptor shqiptar. 1905. Lindi Abdurrahim Buza, piktor shqiptar. 1911. Lindi Viola Brunius, aktore suedeze. 1924. Lindi Marin Stelevich, aktore suedeze. 1935. Lindi Semka Sokolović Berto, aktore bosnjake. 1947. Lindi Mejida Kreso, politikane bosnjake. 1949. Lindi Meriç Gibb, këngëtar britanik dhe Bee Gees. 1949. Lindi Robin Gibb, këngëtar britanik dhe Bee Gees. 1950. Lindi Zia Sokolović, regjisor dhe aktor bosnjak. 1957. Lindi Anders Eklund, boksier suedez. 1968. Lindi Ricky James Edwards, muzikant britanik. 1969. Lindi Mats Liljenberg, futbollist suedez. 1972. Lindi Vanessa Paradise, këngëtare franceze. 1976. Lindi Miran Bika, menaxher argjendarie shqiptar Istanbullit, linguist. Tani do të ndalemi tek lindjet tek kësaj date. Në këtë ditë të vitit 1639 u lind Jean Racine, një nga dramaturgët më të mëdhenj të Francës, i cili solli tragjedi që frymësojnë artdashësit deri më sot. Por nuk mbarojmë këtu. Në historinë tonë kjo datë shënon edhe lindjen e dy figurave të mëdha shqiptare. Në vitin 1903 lindi skulptori i quajtur Odise Pascali, ndërsa në vitin 1905 piktori Abdurrahim Buza, të dy duke i dhuruar artit ton kryevepra të pavdekshme. Nga arti i penelit kalojmë tek muzika. Në këtë datë në vitin 1949 lindin Maurice dhe Robin Gibb, dy vëllezër që së bashku me Barry Gibb formuan grupin legjendar Bee Gees. Kush mund të harrojë muzikën e tyre të pavdekshme? Vdekje 1603. Vdiq Mehmeti III, sultani i Perandorisë Osmane. 1942. Vdiq Franz Boas, antropolog amerikan. Dhe për ta përmbyllur këtë rubrikë do të vazhdojmë me vdekjet. Në vitin 1603 ndahet nga jeta Mehmeti III, një nga sultanët e fuqishëm të Perandorisë Osmane.
Në vitin 1942 largohet Franz Boas, babai i antropologjisë moderne, një mendje që ndryshoi mënyrën se si kuptojmë kulturat e botës. Por humbjet nuk mbarojnë këtu. Në vitin 1989 na lë Samuel Beckett, dramaturgu irlandez që fitoi çmimin Nobel dhe na la trashëgimi i veprën madhore duke pritur Godon. Në vitin 2014 na largohet Joe Cocker, një nga zërat më të veçantë të muzikës botërore. Ndërsa në vitin 2016, Franca Suzani, redaktore legjendare e Vogue Itali, i dha lam të mirë botës së modës. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Odise Paskalit, i cili ka qenë një skulptor shqiptar. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Odise Paskali u lind nëpërmjet i biri i Paskal Thanasit dhe Kaliopes, së lami Papa Dimitrit, i ati në fillim që sekretar në administratën turke të duhanit në Dishkat e Kozhan dhe më pas prift në Koblar, Miçan, Frashër, Zavalan e Soropull të Dangëllis, në Lipe e Leuz pranë qytetit të Përmetit dhe në banjë të Shqerisë. Në hapësirën e viteve 1903 deri në 1919 ka jetuar e qëndruar pranë familjes me prindrit, Paskalin e Kaliopin, si dhe me 3 motrat, Uranin, me Angeliqin dhe me Elpiniqin, në qytetin e Përmetit 1903, 1910, 1914, 1919, me disa muaj qëndrimi larg qytetit gjatë vitit 1916, në Kolbar 1911, 1914 dhe në Frashër nga maj deri në shtator apo tetor 1916. Më 1919 ai shkoi në Itali, ku më 1923 kreu liceun dhe u regjistruar në Fakultetin e Letërsisë e të Filozofisë në Torino, ku më 1927 mbrojti diplomën në fushën e historisë së artit. Më vonë në 1931 krijoi shoqërinë Miqtë e Artit. Në periudhën 1932 deri në 1937 në disa qytete të Shqipërisë u ngritën disa monumente skulpturore, punime të autorit. Ai u bë një nisëtar për krijimin e shoqërisë Studenti Shqiptar në Torino dhe për botimin e revistës së studentëve shqiptar të atjeshëm në vitet 20, ndërsa në vitet 30 e shohim nisëtar të shoqatës Miqtë e Arbërit, si organizator të së parës ekspozitë të arteve figurative dhe të çeljes së shkollës së vizatimit në Tiranë. Ai krijoi në vendlindje një sër veprash, midis të cilave skulpturën e partizanit çlirimtar, punën e grupit skulpturor Shokët në varrezat e dëshmorëve të Përmetit, bustin e Naimit, të Nonda Bulkës dhe të Fanjo Çiçakos në qytet, bustet e vëllezërve Frashëri në sheshin para shtëpisë muze në Frashër, bustin e doktor Refart Frashërit e tjerë. Kompleksin e varrezave të dëshmorëve të Përmetit ai e plotsoi me 3 figura për të përjetësuar edhe 3 kushërinjtë e tij të parë, Harallam Papa, Gaqi Vinjau e Foti Adhami, në shtëpinë e piktorit të merituar Aristotel Papa, që ka më shumë se një vit që është ndarë nga jeta, ndodhet edhe një bust i vëllait të tij, dëshmorit Harallam Papa, punuar e dhuruar nga Odisea vite më parë. Ndoshta ky bust mund të mos jetë evidentuar nga Galeria Kombëtare e Arteve Figurative. Odisea, duke ju kushtuar kryekuput krijimtarisë së tij, nuk ishte i prerë për çështje administrative. Kur emërua drejtori i Galerisë së Arteve, aty nga vitet 60, ai nuk kishte dëshirë as t'i vinin telefon në zyrë, pasi zile e tij e shqetësonte dhe nuk e linte të punonte. Përveç punimeve konkrete, ai mbante shpesh shënime në formë ditari, qoftë për meditime mbi artin, qoftë edhe për kujtime historike. Gjë që bëri të mundur që një vit pas vdekjes së tij, më 1986 të botoi libri Gjurmë jete, një material në fakt i shkurtër e i cunguar. Tani do të kalojmë në rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim për Zaran. A e dini se si është zhvilluar Zara? Zara është një zinxhir shumë kombër spanjoll i shitjes me pakicë të veshjeve. Është e specializuar në modën e shpejtë, shet veshje, aksesor, këpucë, produkte bukurie dhe parfume. Zyra qendrore është e vendosur në Artexio në provincën e Ancona, Galicia. Është kompania më e madhe përbërëse e grupit Inditex. Në vitin 2020 ajo po lançonte mbi 20 linja të reja produktesh në vit.
Zara u krijua nga Armacio Ortega në 1975. Dyqani i tij i parë ishte në qendër të Arcunas në Galicia, Spanjë, ku kompania është ende e bazuar. Fillimisht ai quajti Zorba sipas filmit klasik të 1964-s. Sipas filmit klasik të 1964, Zorba the Greek, por pasi mësoi se kishte një lokal me të njëjtin emër dy blloqe më tuti, ai organizoi shkronjat për të lexuar Zara. Besoi se ai shtesë erdhi nga një grup shtesë letrash që ishin bërë për kompaninë. Ajo shiste produkte të ngjashme me çmime të ulta të modës së veshjeve popullore dhe të nivelit më të lartë. Më pas ai hapi më shumë dyqane në Spanjë. Gjatë viteve 1980 ai ndryshoi procesin e projektimit, prodhimit dhe shpërndarjes së reduktuar në kohës së prodhimit, dhe për të reaguar më shpejt ndaj tendencave të reja, ato që ai quajti mode menjëhershme, duke përdorur teknologjinë e informacionit dhe grupet e stilistëve dhe jo individët. Dyqani i parë jashtë Spanjës u hap në 1985 në Porto të Portugalisë. Më 1989 kompania hyri në Shtetet e Bashkuara dhe më pas në Francë në 1990. Gjatë viteve 1990 Zara u zgjerua në Meksik, Greqi, Belgjik në vitin 1993 dhe Izrael në 1997. Në fillim të viteve 2000 Zara hapi dyqanet e para në Brazil në vitet 2000, Japoni dhe Singapur në vitin 2002, Irland, Venezuelë, Rusi dhe Malezi në vitin 2003. Në Kinë, Marok dhe Estoni, Hungari, Rumani në 2004, në Filipine, Costa Rica dhe Indonezi, Korenë e Jugut dhe Indi në 2010, në Taiwan, Afrikën e Jugut dhe Australi në 2011 dhe në Peru në vitin 2023. Më pas Zara u largua nga Rusia duke ia shitur biznesin Fashion and More Management, ka ndryshuar emrin e saj në Meg. Në shtator të 2010 Zara lançoi butikun e saj online. Faqja e internetit filloi në Jordani. Në nëntor të ati viti, Zara online zgjeroi shërbimin e saj në 5 vende të tjera: Austri, Irland, Holand, Belgjik dhe Luksemburg. Dyqanet online filluan të funksionojnë në Shtetet e Bashkuara në vitin 2011, Rusi dhe Kanada në 2013, Meksik në 2014, Korenë e Jugut në 2014, Rumani në 2016, Indi në 2017, Izrael dhe Brazil në 2019 dhe Peru në 2020. Zara prezantoi përdorimin e teknologjisë RIF në dyqanet e saj të 2014-s. Çipat RIF ndodhen në etiketat e sigurisë, të cilat hiqen nga veshjet kur vlihen dhe mund të ripërdoren. Çipi lejon kompaninë të marrë shpejt intervalin për të zbuluar sinjale radio nga etiketa e RFID-it. Kur një artikull shitet në magazina, njoftohet menjëhersh në mënyrë që artikulli të mund të zëvendësohet. Një artikull që nuk është në raft mund të gjendet lehtësisht në etiketën RIF. Në vitin 2015 Zara u rendit në vendin e 30 në listën e markave më të mira botërore në Interbrand. Në 2019 Zara vërtetoi logon e saj dhe është projektuar nga agjencia franceze Baron & Baron. Në vitin 2019 biznesi global i modës Journal MDS deklaroi se nëse tregtia tekstilit në botë kishte rënë 2.38%, ajo e Zaras ishte rritur me 2.17%. Në vitin 2019, shefi ekzekutiv person tha se marka po pret nivele më të pranueshme globale të qeras për të vazhduar zgjerimin e shitjes me pakisë, duke filluar nga viti 2020. Që nga janari 2023 shitësit me pakisë veshjeve ka gati 3000 dyqane, duke përfshirë fëmijët dhe dyqanet e shtëpiake. Përfshin mbi 96 vende dhe ende vazhdon të rritet. Tani ftë të ndiqni parashikimin e modit në territorin shqiptar për ditën. Territori shqiptar për datën 22 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, duke sjellë mod kryesisht të kthjellët dhe me diell në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë me kthjellime dhe temperatura të ulta në orët e para, ndërsa pasditja do të sjellë rritje graduale të temperaturave dhe mod kryesisht me diell. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 16 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe të ulta. Gjatë ditës priten rreth 4 deri në 5 orë diell në pjesën më të madhe të territorit. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 22 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 22 dhjetor do të jetë rreth orës 6:57 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:22 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 7 deri në 13 gradë Celsius. Kukës, 4 deri në 9 gradë Celsius. Peshkopi, 5 deri në 9 gradë Celsius. Tiranë, 10 deri në 15 gradë Celsius. Durrës,
8 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj, 8 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan, 9 deri në 14 gradë Celsius. Berat, 8 deri në 15 gradë Celsius. Korç, 1 deri në 5 gradë Celsius. Vlorë, 11 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastër, 7 deri në 12 gradë Celsius. Sarand, 8 deri në 16 gradë Celsius. Tani ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës për ditën. Territori i Kosovës për datën 22 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta, por të qëndrueshme duke sjellë mot kryesisht me kthjellime dhe diell në shumicën e territorit. Paraditja do të jetë me temperatura të ulëta dhe ngrica lokale, ndërsa pasditja do të sjellë mot më të kthjellët dhe rritje të lehtë të temperaturave. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 8 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verior me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 22 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 22 dhjetor do të jetë rreth orës 6:56 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:12 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 0 deri në 6 gradë Celsius. Podujev, -1 deri në 6 gradë Celsius. Skënderaj, -3 deri në 4 gradë Celsius. Pej, 2 deri në 7 gradë Celsius. Prishtinë, -1 deri në 7 gradë Celsius. Gjakov, -1 deri në 6 gradë Celsius. Malishev, -1 deri në 5 gradë Celsius. Gjilan, -2 deri në 7 gradë Celsius. Ferizaj, 0 deri në 6 gradë Celsius. Kaçanik, 0 deri në 8 gradë Celsius. Suharek, -1 deri në 5 gradë Celsius. Prizren, 0 deri në 5 gradë Celsius. Të nderuar televizionistë, kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin e sotëm. Bashkë do takohemi sërish nesër në të njëjtën orë. Ndërkohë ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion, si dhe mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Twitter dhe Facebook, si dhe në websajtin ton drita.tv.